Bonjour à tous! Mirë se erdhët në episodin e dytë, në sezonin e dytë në Ne këtu të rinj dhe kurios. Unë jam Kresja. Dhe unë jam Marta. Dhe sot mes nesh kemi një të ftuar moshatare tonën që do të na flas për sportin dhe jetën e saj. Ajo është Irsa Metanj, një volejboliste shumë e pasionuar dhe e talentuar pas sportit që luan. Irsa, shumë faleminderit që e pranove ftesën tonë dhe jemi shumë të lumtura që të kemi ty si moshatare në podcast. Si problem. Shikojmë se je e federuar dhe je goxha e ambientuar mjaft me botën e sportit, pra të volejbollit. Që kur e ke nisur të merresh me këtë sport, a ka qenë e vështirë fillimi në rrugën tënde sportive? Me thënë të drejtën, ka qenë pak e vështirë, por që unë volejbollin e kam nisur që 12 vjeç dhe është një moshë e vogël, le të themi. Dhe fillimet gjithmonë janë të vështira duke ditur që jemi të vegjël edhe nisim diçka më tepër për jetën tonë, pra një hap më lart. Por unë kam 4 vite që merrem me sportin volejboll, tani jam 16 dhe kam nisur që 12 vjeç. Kjo kërkon shumë praktik, duket. Sa orë në ditë të merr stërvitja? Bëj 2 orë para dite, pra ju mund të pyesni se pse si e vazhdoj me shkollën, si balancoj, por që kam dorëzuar një dokument me thënë të drejtën që nga federata dhe shkoj vetëm 3 orë, po varet edhe mësimet. Por që unë bëj 2 orë para dite dhe 2 orë mbas dite ose më tepër mbas dite, sepse kam kohë. Po, me mësimet si arrin ta menaxhosh edhe shkollën dhe stërvitjen, duke qenë se je e zënë pothuajse gjithë ditën me stërvitje. Po, në fillim ka qenë shumë e vështirë që kur kam hyrë që në ky gjimnaz, sepse duhet ta ambientohesha me shkollën, me profesorët që të më njihnin se edhe kush unë isha, i të tregoja atyre që unë kam gjëra më shumë tepër për t'u marrë. Por i balancoj tani në vitë 2 sepse u ambientova më shumë dhe jam shumë deri tani. Nëse do të mund të zgjidhni midis shkollës dhe stërvitjes, kë do të zgjidhni dhe fol pa frikë se nuk e dëgjojnë profesorët këtë podcast. Nga Unë më pasion e kam sportin, por që dhe shkolla nuk ngelen brapa sepse sado sporti të le. Një ditë, për shembull deri në moshën 30 vjeç mund ta vazhdosh, por që shkolla dhe puna, sepse nga shkolla varet edhe puna se çfarë do të vazhdosh, nuk është se të le, prandaj po mundojmë që t'i balancoj të dyja që nëse më le sporti të kem punën, që mos ngelem fare. A ke pasur ndonjë moment të vështirë në jetën tënde sportive? Po, kam pasur në momentin që unë futa me ekipin e parë, me ekipin e të rriturave në Superligë. Ka qenë shumë presion i madh për mua, sepse duhet isha e fokusuar, duhet të bëja çfarë ata më thonin, duhet isha shumë e saktë në gjërat që bëja dhe në një moment ra shumë, sepse presioni dhe të gjitha dhe më bëni që të mendoja shumë gjëra të këqija, shumë që pse mua më thon kështu, pse mendojnë keq njerëzit për mua dhe kisha shumë ato mendimet e njerëzve që thonin jo kjo nuk bëhet lojtari, sepse i kam pasur këto gjërat e mia. Por kjo më bëri që të ulesha pak, por nuk do më thënë se unë do dorëzohesha nga fjalët e të tjerëve. Dhe unë ngrita prap duke nisur që ka qenë profesori Eriol Sagjillari, që e kemi në këtë shkollë, që më ka ngritur, më ka bërë, do më thënë më ka dhënë besimin, dhe ai është trajneri dhe njeriu që ka besim më shumë tek mua se çka mund tek vetja ime. Dhe në moment ai më ngriti dhe më tha, Irsa, kjo nuk je ti duhet të ngrihesh, duhet të ngresh kokën lart, sepse asnjëherë duhet dorëzohesh dhe më theshte gjithmonë këngën Never Give Up. Që ta dëgjoja dhe ta këndoja njëkohësisht. Dhe kjo ka qenë në kombëtare, kur kam qenë në kombëtare me U20-tat, duke luajtur me Shqipërinë, dhe më ka marrë poshtë në një takim tek të dy, dhe më ka thënë që asnjëherë duhet dorëzohesh sepse këtu jam unë për ty, jemi të gjithë, është e gjithë Shqipëria. Po, kjo. Po, momenti i vështirë, jo si për mua, por edhe për ekipin, ka qenë kur ne bëm aksidentin, që është e para që është ndodhur në Shqipëri, pra që kam vajtur në udhëtime. Në aksident ne ishim duke shkuar për finalen në Tiranë dhe sa ishim në Qafthane, atje na erdhi një makinë, edhe të gjithë jemi stepur aty dhe jemi friksuar aq shumë sa profesorit iku shpatulla, një vajzë mbrapa që ishin shtrirë, ishin duke fjetur atë sepse ishte mëngjes. Unë dëgjak dhe aty jam trembur shumë dhe shumë vajza shkuan në spital sepse kishin marrje mendsh nga goditet, nga shumë gjëra. Dhe kjo ka qenë shumë e vështirë për ne si ekip, sepse ram shumë dhe shumë vajza nuk mund të luanin, vajzat kryesore të ekipit tonë.
Sepse nuk mund të luani dot nga shpatulla, nga hunda, sepse doktori kishte thënë mos luaj dot sepse nuk kërcente dot, ishte shumë pengesë, po ajo pra vazhdoi luajti me një maskë. Dhe këtë e falenderoj shumë që e ka bërë këtë sakrificë shumë për ne. Por kjo ka qenë periudha më e vështirë dhe faza më e vështirë për ne. Në lidhje me shoqërinë, shpresojmë të kesh shoqe të mira dhe mos të mbajnë mëri. Ku mendon se ke shoqërinë më të mirë, në skuadër apo në shkollë? Kjo është pyetje shumë e bukur. Me thënë të drejtën, mund të them që ka më shumë në sport. Sepse në sport ka shumë vajza që vinë dhe ikin. Si për shembull, marrim të huaja, largohen, qëndron vetëm për një vit, po edhe rreth Shqipërisë, që ka shumë vajza që vinë nga Shkodra, nga Tirana, por që mund të them se me ato e kaloj shumicën e kohës më shumë, sepse jam në stërvitje me ato, jam në ndeshje, duke shkuar natë e ditë bashkë, duke shkuar duke fjetur nëpër hotele, duke luajtur nëpër ndeshje, dhe them që ato mua më suportojnë shumë, po shumë, edhe kur humb, kur bëj një gabim, më thonë që bravo ishte sa vazhdo me tjetër, nuk ka problem, edhe mund të them që janë dhe më të rritura dhe mund të shputhem më shumë me ato nga pikuria atyre, por që edhe shoqëria jashtë sportit nuk ngelen mbrapa, sepse kam dhe shumë shoqëri që dhe ata më suportojnë dhe më thonë që vazhdo, nuk e kemi probleme nëse s'del me ne, edhe mund të them që me sportin e kam pak më shumë. Po me udhëtimet jashtë qytetit ose dhe jashtë shtetit për ndjekur ndeshjet, si ja bën? Keni një kujtim specifik, humbje fitore? Po humbje fitore ka çdo sport. Dhe nëse nuk humb, atëherë nuk është sport për mendimin tim, sepse çdo sport e ka humbjen e vet dhe çdo sport e ka dhe fitoren e vet. Por që kam shkuar jashtë në Itali, kam bërë kombëtaren, kam vajtur në Kosovë dhe do shkojmë në Kosovë në datën 6-7 i kimande, luajmë për ligën e Gjeshkastriotit. Dhe do një kujtim specifik që mund të kem ndaj sportit është nuk e di kur bëjmë këto shakat, kur mblidhemi nëpër dhomë dhe bëjmë zhurmë që s'duhet ta bëjmë, që s'na lejohet, por e bëjmë dhe na vina na trokasin, na thon, mos bëni shumë, mos bëni kështu, dhe pastaj na analizë kur na thonë në ndeshje, edhe nëse humbim, keni ju fajin që keni qëndruar vonë. Është gjithmonë kjo. Por që jam prapë argëtime, janë të gjitha shumë bukur. Po sipas teje, cila është lënda më e vështirë në shkollë? Lënda që kemi shumë frikë për shembull, sepse i tham një herë profesorët nuk i dëgjojnë këto. As podcastet, as më e vështirë për mua është kimia, fizika, matematika. Nuk e di. Po, por që me thënë të drejtën, profesorët e dinë që unë merrem me sport, e nuk është se më kërkojnë shumë që të bëj ushtrime, hajde ngriu kështu, hajde ashtu. Dhe profesore Moza më pëlqen shumë e fizikës, më ndihmon shumë, jashtëzakonisht shumë, dhe më thotë që mos e vri mendjen, s'ka probleme, s'më ngrej në mësim, shqyqyr. Dhe po fizikën e kam më vështira. Çfarë do doje më shumë, një notë të mirë në lëndën që ke më shumë inat, apo një fitore të skuadrës në kampionat? E vështira apo jo? Mund të them, fitore ka shumë në sport, po edhe not, s'është ka shumë. Po do e doja dhe notën, do e doja të dyja shumë, po nëse do doja që fitoria është më shumë për si ta them, që duhet punosh fort, duhet të kesh, duhet derdhësh djeshtën tënde aty. Po edhe nota gjithashtu, për që prap jam pak konfuze në kjo, por që më shumë do doja një fitore. Cilën e konsideron si arritjen tënde më të madhe personale? Arritja ime më e madhe është që unë jam futur në Super League dhe që luaj, sepse vitin e kaluar unë kam qenë lojtare stoli. Dhe nuk është se më jepeshe shumë mundësia që të futesha, sepse kishte lojtare që ishin moshën 20 e lartë, dhe unë isha akoma 15 vjeç, dhe 14 vjeç, 14-15. Dhe nuk është se mund ta kisha atë mundësinë, por kishte edhe frika ime që kisha shumë frikë të futesha të luaja, sepse presioni të gjitha, dhe nëse bëshin gabim faj binte te mua. Dhe por arritja ime më e madhe është ky vit, që janë futur dhe luaj, janë për pjesë e formacioni, pjesë e gjarshes atje, dhe luaj, po kam të në shumë rezultate të mira, dhe çdo njeri është shumë krenar për mua, dhe e falenderojnë shumë njerëz profesorin tim, që më ka dhënë mundësinë që unë të luaj dhe tregoj talentin tim. Po arritje si skuadër? Si? Arritje si skuadër? Kemi shumë arritje, se vitin e kaluar mund të kemi qenë në vit të dytë, po aman kemi fituar shumë,
Dhe evitej në vazhdim shumë kupa, kemi fituar gjitha kupat, kampionatin dhe kjo ka qenë shumë arritje për ne. Dhe duke ditur që kemi qenë ekipi I parë që të gjithë na kishin frikën kur vinin dhe futeshin në fushë atje, thonin do luajmë me këta, o kështu. Po edhe tani nuk është se ngelemi mbrapa, edhe pse ka ndodhur shumë gjëra në ekipin ton, por jemi okay me nivelet, sepse edhe ekipet po bëjnë më të forta akoma, sepse po futen dhe ekipe shumë. Dhe por arritje ka qenë është arritje shumë e madhe për ekipin tonë që ne po konkurrojmë akoma. Edhe pse jemi një ekip shumë I ri, me vajza shumë të reja, duke luajtur që nga mosha 16, 19, 20, por që është shumë okay për mua. Çfarë mesazhi do t'i përcjellni të moshatarëve të tu në lidhje me sportin ose me volejbollin në këtë rast? Do e lidh me sportin ose me ëndrat më saktë. Nëse keni një ëndër, ju lutem asnjëherë mos u dorëzoni. Edhe pse mund të ndodhin shumë ulje dhe ngritje, asnjëherë mos u dorëzoni sepse ajo do tul poshtë dhe nuk do e ngresh me kokën lart nëse dorëzoheni. Kështu që asnjëherë mos u dorëzoni për ëndrat e tua. Shumë faleminderit Isa, ishte vërtet kënaqësi që të kishim këtu sot dhe besoj se të kanë dëgjuar dhe ke frymëzuar shumë sportistë, pse jo vetëm edhe ne jemi shumë krenare për ty. Faleminderit. Miq të dashur, shpresoj të ketë pëlqyer ky episod. Në episodin e radhës ne do të kemi të ftuar 2 sportistë të tjerë, por dhe janë surprizë. Okay. Në rregull. Ju urojmë një ditë të mbarë dhe le të shihemi në episodin tjetër. Faleminderit.